Bota virtuale është e përbashkëta midis ekspozitës të zhbësh, të shpërbëhesh, të zhdukesh dhe punëtorisë nga loja në galeri të Galerisë Kombëtare të Kosovës. Për 2 det, zhvillimi i një loje ka qenë qëllimi kryesor i punëtorisë me qasje në trajtimin e saj si medium arti për tema serioze. E udhëhequr nga zhvilluesi i videolojrave Petret Hoxha, punëtoria ka krijuar një hapësirë eksperimentimi në GKK për të rinjtë e interesuar në ndërthurjen e teknologjisë me artin. Koordinatorja për edukim, hulumtim dhe publikim në Galerinë Kombëtare të Kosovës, Vlora Hajdini Hajrullahu, ka thënë se programi i edukimit në GKK zakonisht dizajnohet duke u bazuar në një ekspozitë aktuale. Tani kemi ekspozitën aktuale të Laureta Hajrullahu, të zhbësh, të shpërbësh, të zhdukësh. E tërë ekspozita është e konceptuar duke u bazuar në lojrat digjitale. Ashtu e ka praktikën e punës Laureta, andaj edhe tërë programi i edukimit është i bazuar pak a shumë në lojrat digjitale. Tani jemi duke zhvilluar workshopin 2 ditor në kuadër të programit të edukimit. Është programi për të rritur 16+. Sipas Hajdini Hajrullahut, brenda 2 ditësh janë mësuar bazat e krijimit të një loje digjitale. Pjesëmarrësit në workshop, cilët kanë aplikuar që të jenë pjesë e workshopit, kanë me mësu ato bazat se si krijohet një lojë digjitale. Mirë po në këtë rast e kemi me e lidh me lojra digjitale edhe muzet ose galeri. Qysh kishin mujtë ata me kriju një lojë e cila pastaj me hy në shërbim të galerive ose muzeve, si një platformë në anë të cilës ndoshta hulumtues ose ata të cilët e vizitojnë mandej websajtet e muzeve ose galerive të artit kishin mujtë me lujt një lojë paraprakisht, mandej me vizitu websajtin ose çka përmban krejt një galeri e një muzeum në formë virtuale. Më 16 prill është trajnuar grupi i parë për 2 orë ku kanë qenë pjesëmarrës 5 të rinj, ndërsa një ditë më pas 2 të tjerë. Mentor ka qenë Petret Hoxha, zhvillues dhe dizajner i lojrave. Ai ka thënë se qëllimi i punëtorisë ka qenë të kuptohet se si videolojrat mund të marrin kontekst artistik. Qëllimi i punëtorisë kanë me fol pak edhe teorikisht, mas pari për lojnat, sidomos lojnat në kontekst artistik. Qysh mundet mu kanë lojnat si medium që merren seriozisht krahas punëve artistike, filmave, librave, edhe po ashtu dashur me bëu edhe praktik, pak si një hyrje në ma bazike me thonë këto programet dhe këto motoret e lojnave, si qysh niset prej fillimit një lojë, çka janë senet kryesore për në mëri me bëu një produkt të përfunduar. Ka theksuar se 2 ditë janë periudhë shkurtër për procesin e zhvillimit të një loje, por se është një lloj intro për ta krijuar atë. Procesi i prodhimit të një lojës është këgja më i gatë, edhe është më i komplikuar edhe ka shumë fushat ndryshme si pjesa vizuale, tema, interaktiviteti, audio, muzika, gjithçka. Po na të fol kështu këgja më pika shkurta për ma shumë përmbajtja edhe çfarë vegla jep mediumi për me trajtu një përmbajtje në krahasim me mediume tjera, edhe që thash vish një si fillim, si një intro për me nisë me bo lojna. Po edhe po mundohemi me kriju një farë kontaktit vazhdueshëm që masej me mujtë me ndihmu her pas here në projekte që i nisën. Anyla Kabashi ka qenë një nga 2 pjesëmarrësit e punëtorisë të premten. Ka thënë se në kuadër të punëtorisë kanë mësuar gjëra të ndryshme për videolojrat si formë e artit. Kam mësu
videolojna të ndryshme dhe qysh muzejet i mbledhen ato, qysh janë çfarë lloje të ndryshme të videolojnave ka që nuk janë violent, që nuk është i kushtu për la, ose që s'ka një konkurencë, janë dy kjera tu këqyrë cili përshkan ma shpejt. Edhe sot jena të mësu qysh më zhvillu një videoloj me një program që kam në Unity. Përshkon shumë mirë. Është 2 ditë, nuk po pres diçka që ku më mësu me bo një videoloj komplet, po vetë sa me ma zgju kureshtjen, që ma se me bo diçka vetë në shpe, diçka kreative. Punëtoria nga loja në galeri ka qenë një lloj ftese për të hyrë në artin e epokës digjitale.